Ngjarja e rëndë në Durrës, ku një automjet aksidentoi për vdekje 2 fëmijë, ka tronditur opinionin publik dhe ka vënë në lëvizje jo vetëm drejtësinë, por edhe mekanizmat e kontrollit ndaj strukturave të rendit. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetime ndaj efektivëve dhe drejtuesve të policisë së Durrësit për të verifikuar nëse ka pasur shpërdorim detyre apo favorizim të drejtuesit të automjetit, i cili shkaktoi aksidenti fatal të 3 majit. Dyshimet lidhen me mundësinë që autoritetet policore të kenë dështuar të marrin masë ndaj 57 vjeçarit me iniciale NR, i cili rezulton me precedent të përsëritur në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ngjarja ndodhi në lagjen numër 15 të Durrësit, ku 3 fëmijë po luanin në trotuar. Automjeti, i cili sipas të dhënave po lëvizte me shpejtësi të lartë, i përplasi ata duke shkaktuar vdekjen e 2 fëmijëve, 12 dhe 10 vjeç, ndërsa një tjetër 8 vjeçar mbeti plagosur rënd, por tashmë ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vijim të zhvillimeve, autori i aksidentit është paraqitur këtë të martë më 5 maj në gjykatën e Durrësit, ku është vendosur masa e sigurisë arrest me burg ndaj tij. 57 vjeçari u shfaq me kokën në ul dhe nuk bëri asnjë deklaratë publike. Seanca zhvillua pa praninë e familjarëve. Avokati i caktuar kryesisht deklaroi se masa ishte e pritshme, duke shtuar se i pandeuri ka shprehur pendes dhe ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike. Sipas burimeve nga hetimet, ai ka pranuar se në momentin e aksidentit ka qenë në gjendje të dehur dhe se nuk e mban mend detaje nga ngjarja. Autori ka shprehur pendes përpara gjykatës, duke thënë se nuk mban mend asgjë nga ngjarja. Ndërkohë, ngjarja ka sjellë reagime të menjëhershme edhe në radhët e policisë së shtetit. Drejtues më të lartë vendor janë pezulluar nga detyra, përfshirë drejtorin e policisë së Durrësit, zëvendësdrejtorin Perendi dhe shefin e qarkullimit rrugor, në kuadër të verifikimit të përgjegjësive institucionale. Paralelisht, një grup ekspertësh nga policia rrugore po analizon në terren rrethanat dhe shkaqjet e aksidentit, teksa rasti ka rikthyer në vëmendje problematikën e sigurisë rrugore dhe zbatim të ligjit, sidomos ndaj drejtuesve me histori të përsëritur shkeljesh. 57 vjeçari është në akuzën për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtim të parregullt të automjetit dhe largim nga vendi i aksidentit, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht përgjegjësitë në këtë tragjedi.